Faleminderit komisionere, do të kemi kohë për 1-2 pyetje. Tashmë do të marr së pari pyetje nga salla, Radio Televizioni Publik Shqiptar. Good evening. Mirëmbrëma. Sot është një ditë e mirë për Shqipërinë dhe për qeverinë tuaj, kryeminist Rama, por dua të di në qoftë se keni një datë për çeljen e grup kapitullit tjetër gjatë presidencës polake. Faleminderit. This requires unanimity, as you know. Kjo kërkon unanimitet, siç e dini. Për shembull, për Ukrainën nuk kemi unanimitet, ndërkohë që për Shqipërinë po shkon më mirë. Problemi me datat është që ose ke standarde ose ke data, nuk mund t'i kesh të dyja bashkë. Do të bëjmë maksimumin që të përshpejtojmë, sepse populli i Lirisë i takon perandorisë dhe në këtë rast vullnetarisht. And I want to add that Dua të shtoj we have full confidence that që kemi besim të plot që presidenca polake do të vazhdojë të as Marta shty gjërat përpara, duke marrë në konsiderat atë çfarë përmendi edhe Marta. Ëndra jon është të jemi pjesë e këtij unioni në 2030, ndaj plani është që të përmbyllim të gjitha negociatat në 2027, që është kohë shumë e shkurtër, ndaj na duhet që çdo ditë restless day of work. And that's why we need to have more work on our table. Ndaj, na duhet të kemi edhe më shumë punë për të bërë. Team Albania members Kështu që that are të gjithë antarët e ekipit të Shqipërisë që janë të lidhur me grup kapitullin 2 janë këtu dhe mund ta imagjinoj që tashmë janë në stres sepse do të kenë shumë më tepër për të bërë, por në të njëjtën kohë dua të falenderoj ata dhe gjithëkënd në ekip sepse po punojnë çmendurisht dhe po japin rezultate deri më tani. We have learned the hard way with you never e kemi mësuar në kurrizë që me BN mos kërko kur një datë, por duhet të jesh gjithmonë gati për datën, sepse ne jemi këtu për të dalë në takim me BN. Faleminderit, nuk shoh ndonjë pyetje tjetër në sallë, kështu që mund të shkojmë në online. Kushdo që do të bëjë një pyetje të ngrer dorën dhe të ndes kamerën. I don't see any questions. Nuk shoh ndonjë pyetje përmes internetit. Kjo e përmbyll konferencën tonë për shtyp. Apo keni ju një pyetje? Apo pyetja e fundit. Monada Mehmetaj, žurnalist freelance, gazetare e pavarur politike. Has the valid Serbian-Kosova dialogue been and could Dialogu midis Serbisë dhe Kosovës ka qenë apo mund të shndrohet në pengesë për aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? So they can't veto. Po, nuk janë antar, kështu që nuk mund të vënë veton. Kështu që inshallah jo. Okay. Inshallah jo, faleminderit. This concludes. And I have